Në kuadër të 10 vjetorit të hapjes së saj, Shkolla Elit në bashkëpunim edhe me Bashkinë e Vlorës dhe Teatrin Aleksandër Mojsiu kanë organizuar në ambientet e Teatrit Petro Marko në Vlorë aktivitetin The Best, muzika popullore dhe kultivuar shqiptare. Aktiviteti pati përkujdesin e veçantë të presidentit të institucionit arsimor Elit, Kreshnik Qipi. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte edhe promovimi i vlerave dhe i talenteve të shkollës. Drejtori i shkollës nëntëvjeçare Elit, Thanas Lula, tha se me rastin e 10 vjetorit të kësaj shkolle janë organizuar aktivitete, të cilat do të jenë në vazhdimësi, falë dhe talentit të nxënësve, pjesa ansamblit të shkollës. Në kuadër të 10 vjetorit të shkollës, kemi filluar të zhvillojmë gjatë gjithë këtij viti veprimtari të ndryshme në artistike dhe kulturore. Sot ne përfaqësohemi me ansamblin e shkollës me një koncert të muzikës së përpunuar popullore të organizuar dhe prej mësuese Elvirës. Gjithashtu në këtë 10 vjetor si shkollë kemi organizuar edhe veprimtari të tjera kulturore dhe artistike, të cilat do të jenë në vazhdimsi deri në përfundim të vitit shkollor. Drejtori Lula thot se masivizimi i nxënësve në veprimtari të ndryshme kulturore dhe artistike është qëllimi i këtyre aktiviteteve. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është në radhë të parë masivizimi i fëmijëve në veprimtari të ndryshme artistike, por njëkohësisht që përveç procesit mësimor në shkollën Elit zhvillohet shumë mirë edhe veprimtarit artistike dhe kulturore, dhe sidomos në drejtim të muzikës, prej mësueses së muzikës mësuese Elvira Hoxharës, e cila gjithmonë është përfaqësuar dhe ka zënë edhe vendin deri në konkurrime të ndryshme që janë organizuar edhe në rang rrethie dhe republike. Drejtuesi artistike Elvira Hoxhara thot se promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore janë në qendër të masivizimit dhe aktiviteteve që po zhvillon Shkolla Elit me rastin e 10 vjetorit. Me të gjithë nxënësit vendosëm audicion dhe me më të mirët i vendosëm në programe të tilla duke i trajnuar nga ana vokale, unë si specialist i kantos, si ansamblin ashtu dhe këngëtarët. Dhe ne promovojmë vlerat, pra trashëgimia jonë kulturore, pra kemi edhe muzikën të kultivuar shqiptare, edhe muzika popullore. Pra si do të vazhdoj kjo traditë në për vite, pra në për shekuj, si do të trashëgohet, duke filluar që nga kostumografia dhe deri tek elementët më të hollë, domethënë tek pjesa e të kënduarit. Pra këta zëra fëminor që sjellin sot muzikën e kultivuar shqiptare, duke filluar që nga divat e muzikës Maria Kraja, Jorgji Etruja, Tefta Tashko Koço, pra vinë sot në këtë sallë nëpërmjet zërit të fëmijëve. Dhe sot kemi vendosur njëkohësisht edhe një konkurrim ku kemi 3 specialistë, mund të them, edhe personalitete të shquara të fushës së artit dhe të edukimit. Sofika Papakroni, që është dirigjente dhe ka dhënë një kontribut shumë të madh në shkollën e mesme artistike për formimin e elementëve artist. Kemi Veneranda Billa, zonja Veneranda Billa, që është profesoreshe e Dekës së Kantos, dhe njëkohësisht piktorin e mirënjohur të Vlonjat, Edi Kojani, i cili do të vlerësojë njëkohësisht edhe kostumografinë më të bukur. Pra do të kemi edhe çmime për këngëtarët, edhe njëkohësisht çmime për kostumografi. Të gjithë fëmijët kanë kostume nga të gjitha krajinat e vendit dhe çdo fëmijë që performon në skenë ka veshur ato kostum të asaj krajine që ai këndon. Duke filluar që nga jugu dhe deri në veri, ne kemi bërë shpërndarjen edhe në këngë, njëkohësisht edhe në kostume. Drejtori i Shkollës Elit, Thanas Lula, fton nxënësit dhe prindrit e tyre t'i besojnë kësaj shkolle.
Atëherë duke u nisur nga gjithë eksperienca dhe përvoja e punës 10 vjeçare që ne kemi zhvilluar në shkollën tonë dhe sidomos në rritjen e numrit të nxënësve që ka ardhur nga viti në vit duke u shtuar, ne ftojmë të gjithë prindrit të sjellin fëmijët në shkollën e litë, për arsye se aty do të gjejnë një përkushtim në mësimdhënie dhe në veprimtari të ndryshme artistike. Edhe Elvira Hoxhara uron që të ketë sa më shumë fëmijë që të zbulohen sa më shumë talente në vijim. Atëherë në këtë 10 vjetor të elitës unë uroj që të kemi sa më shumë fëmijë dhe që të zbulojmë sa më shumë talente, në mënyrë që qyteti ynë, i cili ka prodhuar gjithmonë këto talente, të vazhdojë dhe të ketë një traditë ashtu siç e ka pasur, domethënë nëpër vite, ku zërat më të mirë të muzikës janë shpërndarë në të gjithë botën. Të mos përmendim emra, sepse edhe unë jam këngëtar që nuk kam përfunduar studime në Shqipëri, por vim nga jashtë, japim kontributin në vendin tonë dhe shtektojmë edhe kthehemi përsëri, përgatisim njëkohësisht edhe brezin e ri. Shkolla Elit mbush kështu 10 vite nga hapja e saj. Kjo shkollë është një institucion i konsoliduar në ciklet e studimit që ofron për nxënësit dhe fëmijët e Vlorës.